Ndërsa zgjerimi i Bashkimit Evropian ka marrë një shtys të re pas pushtimit rus të Ukrainës me Brukselin që synon të afrojë me antarësimin Kievin, Moldavin dhe disa vende të Ballkanit, një fitore e Le Pen do ta shndërronte Francën nga një mbështetëse e kujdesshme në një nga kundërshtaret më të forta të zgjerimit të mëtejshëm. Le Pen konfirmoi më 7 korrik se do të kandidojë për presidente pasi një gjykat apeli i lejoi kandidimin edhe pse la në fuqi dënimin e saj për keq përdorimin e fondeve të Parlamentit Evropian. Fushata nisonte, deklaroi ajo për televizionin francez pas vendimit të gjykatës, duke premtuar se do të vazhdojë betejën ligjore. Ndërsa njëkohësisht do të zhvilloj fushatën për të bërë presidentja e ardhshme e Francës. Politikania e ekstremit të djathtë ka kundërshtuar prej kohësh pranimin e anëtarëve të rinj në Bashkimin Evropian. Partia e saj, Tubimi Kombëtar, ka zbutur vitet e fundit një pjesë të retorikës ndaj BE-s duke hequr dorë nga ideja e largimit të Francës nga bloku. Megjithatë, mënyra se si ka votuar vazhdon të tregojë kundërshtimin ndaj integrimit më të thellë evropian. Sipas një analize të Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë të publikuar në vitin 2025, edhe pse figura më të reja si Jordan Bardella kanë moderuar tonin e partisë, RN vazhdon të promovojë një politikë të jashtme përçarëse përmes mënyrës se si voton. Raporti thekson se eurodeputetët e Tubimit Kombëtar kanë votuar kategorikisht kundër çdo zgjerimi të BE-s dhe kundër thellimit të integrimit evropian, si edhe kanë kundërshtuar ndihmën e mëtejshme për Ukrainën me argumentin se kostot janë tepër të larta. Një ndryshim i tillë në Paris do të kishte peshë të jashtëzakonshme, jo vetëm sepse çdo antar i ri i BE-s kërkon miratimin unanim të gjitha shteteve anëtare. Franca tashmë zë një pozicion kyç në negociatat e antarësimit, duke balancuar argumentet gjeopolitike në favor të zgjerimit me shqetësimet e politikës së brendshme. Një presidencë e Le Pen pothuajse me siguri do ta anonte këtë ekuilibër drejt bllokimit. Presidenti aktual Emmanuel Macron e ka ripozicionuar gradualisht Francën si mbështetëse të zgjerimit pas vitesh skepticizmi, duke argumentuar se afrimi i vendeve fshinje me Bashkimin Evropian është bërë një domosdoshmëri strategjike pas pushtimit rus të Ukrainës. Në bashkëpunim të ngushtë me Gjermaninë, Macron ka promovuar një model integrimi gradual që do t'u lejonte vendeve kandidate të fitonin qasje gjithnjëje më të madhe në tregun e përbashkët dhe institucionet e BE-s përpara antarësimit të plot, duke këmbgulur njëkohësisht se reformat e brendshme në procesin vendimarrës të BE-s duhet të ecin paralelisht me zgjerimin. Franca ka mbështetur përpjekjet e Malit të Zi për antarësim, ka shprehuar mbështetje për synimin e Shqipërisë që të antarësohet deri në fund të dekadës dhe ka argumentuar se Serbia duhet mbetet e lidhur fort me Europën pavarësisht tensioneve të vazhdueshme politike. Megjithatë, edhe në drejtimin e Macron, Franca ka qenë shpesh ndër vendet më të kujdesshme për zgjerimin. Një dokument i fundit politik i hartuar nga ekspert që analizon debatin mbi zgjerimin në Gjermani, Francë dhe Hollandë konstaton se ambivalenca franceze është thelluar në prag të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027. Aktualisht autoritetet franceze nuk dëshirojnë të nxisin një debat publik mbi zgjerimin në Francë, thuhet në raport, i cili vëren se opinioni publik francez mbeten ndër më pak mbështetësit e zgjerimit në të gjithë BE-n. Autorët shtojnë se zyrtarët e lartë francezë shpesh japin një mesazh ndryshe privatisht nga ai që shprehin publikisht. Diplomatët e nivelit të lartë shfaqin një ambivalencë të habitshme franceze ndaj zgjerimit, duke folur pozitivisht në publik, ndërsa pas dyerve të mbyllura vënë në pikpyetje çdo hap të negociatave. Sipas kushtetutës franceze, çdo traktat i ardhshëm për pranimin e një shteti të ri në BE duhet ose të marrë mbështetjen e 3/5 të dy dhomave të parlamentit ose të miratohet përmes një referendumi kombëtar. Raporti e përshkruan këtë si pengesën më të madhe politike të Francës për të përmbushur premtimin e zgjerimit, duke paralajmëruar se asnjëra nga këto rrugë nuk duket politikisht e lehtë në kushtet e rritjes së mbështetjes për të djathtën ekstreme. Sipas raportit, Komisioni Evropian është tashmë i vetëdijshëm se Parisi mund të shndrohet në pengesën kryesore në rrugën e zgjerimit, ndërsa Komisionerja për zgjerimin Marta Kos planifikon angazhimin më të madh me Francën për të rritur mbështetjen e opinionit publik. Këto shqetësime pritet të shtohen ndjeshëm nëse Le Pen merr drejtimin e vendit. Në vend që të kërkojë largimin e Francës nga Bashkimi Evropian, Le Pen ka propozuar dobësimin e institucioneve mbikombëtare të BE-s, kufizimin e kompetencave të Komisionit Evropian dhe rikthimin e më shumë pushtetit te qeveritë kombëtare në atë që ajo e quan Europa e kombëve. Ky vizion do ta bënte zgjerimin shumë të vështirë, duke forcuar të drejtën e vetos së shteteve anëtare dhe duke ngadalësuar integrimin politik. Duke parë drejt zgjedhjeve të vitit 2027, Qendra Europiane për Politika vlerëson se Le Pen do të nisë garën si një nga kandidatët kryesor. EPC vlerëson gjithashtu se një fushatë e përbashkët me Bardellën mund të forcojë shanset elektorale. Në të njëjtën kohë, analistët theksojnë se brenda partisë vazhdojnë debatet për mënyrën se si duhet sillet ndaj BE-s. Sipas tyre, Le Pen duhet zgjedh mes identitetit të saj anti-establishment që përfshin kundërshtimin radikal ndaj BE-s dhe qasjes më pragmatiste të Bardellas për të fituar besueshmëri politike. Një përpjekje për të balancuar këto dy linja paralajmëron raporti do të rikthente dyshimet mbi aftësinë e Tubimit Kombëtar për të qeverisur. Për Brukselin pasojat shkojnë shumë përtej politikës së brendshme franceze. Komisioni Evropian e konsideron zgjerimin njëkohësisht si përgjigje gjeopolitike ndaj agresionit rus dhe si mjet për stabilizimin e fqinjësisë lindore të Europës. Vende kandidate si Ukraina, Moldavia, Malizi dhe Shqipëria kanë përshpejtuar reformat, ndërsa Serbia mbetet pjesë kyçe e përpjekjeve të BE-s për të ruajtur ndikimin në Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, antarësimi mbetet i kushtëzuar nga mbështetja unanime e të gjitha shteteve anëtare. Me Hungarinë që tashmë po bllokon pjesë të procesit të antarësimit të Ukrainës, një presidente franceze që kundërshton hapur zgjerimin mund ta mbyllë të paktën përkohësisht dritaren e mundësisë që u hap për vendet kandidate pas pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022.